Përshëndetje, por I kthehemi prap edhe me një edicion tjetër të Pasion dhe Profesion me mua, Artën, dhe sot do të përgatisim biskota shumë të shëndetshëm për ata që janë I thtarë të mos përdorimit të sheqernave dhe yndyrnave. Pra kemi fara liri, fara qia, rusht të thatë, tërshër, ara, pak sheqer të kaftë, gjalpin dhe miell integral. Si gjithmonë nuk mungojnë edhe produktet e podravkës, kemi pekmezin e kumbullës, I cili është mjaft cilësor. Po filloj me përgatitjen. Pra siç po I shihni, gjithë përbërësit shkojnë në një vend, duke filluar nga gjalpi dhe sigurisht që këto biskota nuk përbëjnë vezë. Dhe së fundi e marrim gjithmonë pekmezin e podravkës, I cili jep një shije delikate pak më ndryshe. Mjafton një lugë e plot me pekmez dhe I ndihmon edhe për ngjyrë. Dhe në fund, pluhur paste nga podravka që ndihmon butësinë dhe fryrjen e biskotave. Dhe pasi kemi fituar një masë homogjene kështu, biskotat, për të pasur më të lehtë dhe për të na dalë forma e njëjtë, I marrim me enën e akullorës, do thot me lugën e akullorës. Me që janë shumë cilësor dhe të shëndetshëm, nuk koncentrohemi edhe mjaft te pamja, dhe biskotat piqen në 200 gradë për 15 minuta. Pra, biskotat siç po duken janë gati dhe janë pjekur. Sigurisht që këtyre lloj biskotash ju duket temperaturë e shkurtë. Ka një aromë mjaft të mirë për shkak të përbërësve.